Hipotekimi I vendit të dytë nga Shqipëria në grup në kualifikueset e Kupës së Botës 2026 ka bërë jehon. Kombëtarja ka shanse të mëdha për të luajtur për herë të parë në një kompeticion kaq madhor, por fillimisht duhet të kalojë përmes fazës play-off. Përtej golit të Kristian Aslanit dhe euforisë nga kampioni në transfertën kundër Andorrës, Armando Broja ishte totalisht në hije. Gazetarja sportive Qeqa Krelani, e cila është shqiptare e Kosovës, ka reaguar me nota të larta ironike kundrejt sulmuesit 24 vjeçar. Broja bëu burr dhe shko merr ndihmë profesionale. Urgjent të duhet ndihmë psikologjike. Ti ke përshënuar së shpejti gol, por vetëm nëse ndeshja zgjat 5 ditë. Tifozeria shqiptare është tifozeria më e durueshme në botë. Janë njerëz që falin. Urime Shqipëria, shkruan Qeqa Krelani në rrjetet sociale. Kombëtarja shqiptare u kualifikua sot në play-offin e botrorit për herë të parë në histori. Fitoria në Andorrë u festua nga të gjithë pjesëtarët e stafit kuqezi të lojtarët, përveç Armando Brojas. Lojtarët shkuan poshtë tribunës së tifozëve shqiptar që kishin udhëtuar për të parë ndeshjen, por Broja ishte dukshëm I trishtuar për paraqitjen e tij dhe u shfaq gati I përlotur ndërsa të tjerët festonin. Ishte Elseit Hysaj ai që shkoi ta merrte sulmuesin e Burnleyt dhe ta bashkonte me shokët e ekipit. Broja, I cili nuk la gjurmë, u zëvendësua në minutën e 59 të ndeshjes me Uzunin, kur sfida ishte bllokuar ende në shifrat 0-0, përpara se Kristian Aslani të shënonte golin dhe të jepte fitoren e madhe Shqipërisë që e çon në play-offin e botrorit. Kombëtarja shqiptare ka fituar 1-0 finalen ndaj Andorrës duke zyrtarizuar pjesëmarrjen në play-offin e botrorit, fal edhe fitores së Anglisë ndaj Serbisë me rezultatin 2-0. Kristian Aslani shënoi golin e vetëm të ndeshjes së kuqezimëve në minutën e 67 pas një sulmi të shpejtë nga e djathta. Myrto Uzuni pasoi bukur në zonë përmes fushorin e Torinos, I cili me të djathtë ndërgoi topin në rrjet. 45 minutë I parë ishte pa emocione, ndërkohë që rastet e pastra munguan për kuqezin deri në minutën e parë shtesë kur Berat Gjimshiti goditi traversën me kokë pas një goditje e këndi. Anglia ndërkohë fitoi 2-0 ndaj Serbisë, duke bërë që kombëtarja të zërë vendin e dytë në grup me 14 pikë, 4 më shumë se Serbia, kur ka mbetur vetëm një ndeshje për të luajtur.